Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur zonja dhe zotërinj, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të sjellur detajet më të fundit rreth jush nga ngjarja që në fakt na ka tronditur ditë më parë nga arestimi i Gjestit. Për herë të parë në një reagim publik ka folur drejtori i kompanisë Sonima, një kompani që Gjesti ka patur konflikte jashtëzakonisht të mëdha me to, për një kontratë të nënshkruar që kanë patur për monetizimin dhe publikimin e këngëve në rrjetet sociale, që nënkupton prej atij momenti një projekt i postuar në rrjetet sociale, të drejtat e asaj kënge i shkojnë pronarit. U amendsua dhe u aludua shumë që ky pronar dhe shumë pronar të tjerë nuk u japin përqindjet e premtuara artistëve të cilët bëjnë kontrata me këto kompani. Për herë të parë në faqen e tyre zyrtare, Erkand Shabani ka reaguar. Unë nuk kam dashur të flas publikisht për një vepër kriminale të kryer nga Besart Kelmendi, Gjesti, në zyrat e Onimas. Kjo vepër ka lënë pas vetes pasoja materiale për kompaninë dhe pasoja të rënda psikologjike për stafin, i cili është terrorizuar në tytën e revolës, se kjo ngjarje përbën vepër të qartë kriminale e ka pranuar edhe vetë autori, madje duke kërkuar falje ndaj palëve të dëmtuara në rastin e pranimit të fajësisë në seancën e fundit. Për një çështje që tashmë ndodhet në duart e gjykatës, nuk kam dashur që të flas kurrë publikisht. Mirëpo, i shqetësuar nga një fushatë e gjerë mashtrimesh publike, kam vendosur të informoj publikun për disa fakte. Tani faktet janë këto. Nën 1. Pardje kam denoncuar pranë organeve të rendit fakte të reja lidhje me lëvizje të organizuara të automjeteve pranë Onimas. Me thënë për kërcënime flet. Këto duhet të merren në konsiderat nga prokurori i rastit si element shtesë në vlerësimin e shkallës së rrezikshmërisë ndaj meje personalisht, si dhe ndaj stafit të Onimas. Vendimi i ardhshëm lër për liri nga një vazhdimin e paraburgimit të Gjestit duhet të shoqërohet edhe me analizën e këtyre fakteve dhe rrezikut që ai paraqet për mua dhe për punëtorët e Onimas. Në konsultimin me advokatin tim, ne do të dorëzojmë fakte të reja lidhur me veprimet e grupeve të ndryshme për të siguruar favore financiare nga Onima, përmes kërcënimeve të armatosura. Këto pretendime mbështeten në prova materiale dhe u takon hetuesve t'i vlerësojnë ato në mënyrë profesionale. Do të thënë Erkandi, siç duket, kërkon dënim të vazhdueshëm për Gjestin. Reagimi i dytë është ky. Artistët të ndryshëm që janë pjesë e 360-s ose që janë nxitur nga kjo kompani janë bërë pjesë e një fushate për arsyetimin e dhunës përmes shpifjeve dhe mashtrimeve, duke pasur parasysh se këto janë figura me ndikim publik dhe me një bazë të konsiderueshme mbështetësish. Kjo e shumëfishon rrezikun ndaj meje dhe ndaj kompanisë Onima. Relativizimi i krimit dhe shpërndarja e gënjeshtrave duke keqpërdorur vëmendjen e tyre është gjëja e fundit që u takon artistëve të bëjnë. Për këtë arsye, pardje kam denoncuar pranë organeve kompetente disa pjesëmarrës në këtë fushatë të frymëzimit të dhunës, siç janë Zanfina Ismaili, Tajna, Ylli Limani, Vesa Luma, Xheneta Fetau, Xhibani, Pleurat Zeksylaj, Oriola Marashi dhe Besa Kogdhima, me të cilët do të merrem vetëm përmes institucioneve dhe padive përkatëse. Reagimi tjetër është kjo. Këtë dua ta shtoj se kjo fushat ka dy qëllime: ushtrimin e presionit publik ndaj trupit gjykues dhe hetues për të lehtësuar masat ndaj Gjestit, si dhe shtrëngimin e Onimas për të bërë një marrëveshje në detyrim. Për këtë arsye, në bashkëpunim me advokatin ton, do t'i paraqesim këto si fakte shtesë lidhur me vlerësimin e rrezikshmërisë së personit në fjalë dhe ndaj nesh në përgjithësi,
po ashtu do ta përcjellin procesin edhe më shumë vëmendje përmes mjeteve ligjore dhe do të raportojmë çdo veprim që cënon këtë proces. Reagimi 4 të shkym. Për të hequr çdo dyshim ndaj Onimës, javën e ardhshme do të mbajmë një konferencë për shtyp, ku do të shpalosim videot e sulmeve tronditëse të Gjestit, raportet financiare që dëshmojnë se nuk i detyrohemi asnjë cent këtij artisti, si dhe fakte të tjera me interes për publikun rreth kësaj çështje. Aty do të zbulohet e vërteta e plot ndaj atyre që kanë shpresuar se metoda kriminale do të përfitoj financiarisht nga Onima. Kjo është e nevojshme jo vetëm për informim të saktë të opinionit publik, por edhe si material shumë i rëndësishëm për thellimin e hetimeve lidhur me veprimtarinë e këtij personi dhe menaxhmentit të tij. Për datën dhe vendin e konferencës do t'ju njoftojmë në një komunikim të radhës. Reagimi 3 të shkym. Këto ditë kemi grumbulluar gjithashtu çdo deklaratë publike të dhënë për këtë çështje nga të gjitha personat që janë shprehur lidhur me të. Për çdo rast që përbën shkelje të dënueshme me ligj, ne do të marrim masat përkatëse. U bë thirrje të gjithëve të ndalojnë gjuhën që nxit dhe frymëzon dhunë kundër personave që janë të rrezikuar me jetë. As me ty të arme, as me fushat të organizuar për dëmtimin e imazhit publik. Onima dhe Erkan Shabani nuk do të bëjnë asnjë lëshim që nuk përkon me ligjin dhe parimet e punës së ndershme. Janë këto në fakt reagimet që kanë ardhur nga kompania Onima, e cila ka bërë tashmë të ditur për publikun shqiptar që do të organizojë një konferencë për shtyp që do të publikojë të gjitha videot kërcënuese që Gjesti i pas ka dërguar kësaj kompanie në bashkëpunim me 360-ën për përfitime më shumë financiare. Sipas reagimit që ka bërë drejtori i kësaj kompanie Erkan Shabani, deri më tani, ajo që i pas ka takuar Gjestit, Gjesti e pas ka marrë. Sipas tij, e gjitha kjo gjë ka ndodhur që grupe të caktuara të përfitojnë më shumë përtej se sa ka qenë marrëveshja e shkruar. Në fakt, unë këtë arrita të kuptoj nga ky reagim që është bërë në raport me rastin që ka ndodhur me Gjestin. Gjesti ka treguar në polici, do me thënë që nuk ka qenë nën vetëdije të plot, ai ka treguar që vuan nga ankthi, nga ngjarja që i ndodhi në jetën e tij dhe ka kërkuar lirim nga paraburgimi. Nuk ka detaje në fakt se si është gjendja e Gjestit në burg, se çfarë po ndodh me të. Ky ishte reagimi nga kompania Onima. Me patjetër që presim të ketë reagim edhe kompania 360, pasi që është situar në këtë status.